ajo që ka po bën fuqishëm thirrja dhe zoni i lartë i Voraz, në këtë rast është edhe thirrja për njohjen e një kulture të vjetër, sepse pa dashur me diskriminu as kolegët e mi, po as personazhet e tyne, jemi mësuar që zakonisht të shpalosen histori të dhimbshme, histori me vështirësi, histori me sfida, gjë që kemi edhe na komuniteti jonë, edhe komuniteti turqve, edhe komuniteti serbëve, të cilët bashkë jetojmë në Kosovë, por pak sillim një kulturë të vjetër, të cilët i përmendet të komuniteteve rom, egjiptian, ashkali, e që me të vërtetë është një kulturë interesante nëse e njohim. Është shumë interesante dhe besoj që ndonjëherë unë kur organizojmë festivale të ndryshme kemi edhe pjesën për shembull të prezantimeve të ushqimeve tradicionale. Në ato pjesën e prezantimeve, për marr shembull vetëm pjesën e ushqimeve, e shohim që ka jashtëzakonisht shumë ushqime të ngjashme ndërmjet veti, po në të njëjtën kohë ka disa elemente që në këtë rast për shembull njëri prej këtyre komuniteteve bën në formë të ndryshme. Edhe është ajo tradita të cilën ne nuk e njohim edhe duhemi ta njohim, duhet ta prezantojmë, edhe plotësisht pajtona që jo çdo herë duhet të trajtohen vetëm çështjet e sociale të ndihshme, varfëria ose probleme të ndryshme, jemi të vetëdijshëm. Gjendja ekonomike, sociale është ende larg asaj na ideale, sidomos për komunitetet rom ashkali egjiptian. Kemi për gjitha komuniteteve që ballafaqohen. Mirë, po pse jo të mos i promovojmë rastet e mira, rastet e suksesit, të ri të jashtëzakonshëm që kemi nga komunitetet, që janë të punësum, janë artistat të jashtëzakonshëm dhe të shtyjmë përpara këtë energjinë pozitive, jo të fokusohemi ta elementi që kemi çdo herë me sfida dhe me probleme.